kujdesi hynor, kujdesi Allahut subhanahu wa taala ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk fillon në kohën me fillimin e shpalljes, por qysh në veçlinë e tij. Dhe nga urtësitë e kësaj është se Allahu subhanahu wa taala domthonjë ja merr babën pejgamberit alsam kur është ende pa lindur ai. E pastaj nana nuk jeton shumë gjatë e vdes, pra mbetet jetim pejgamberi alsam. Sigurisht kujdesen e gjyshit e pastaj edhe të agjes së tij, porse ky kjo mbetje jeteme pejgamberit alsam e ka një urtësi të madhe që tregon se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili kujdeset për ta. Që i bie që kur Allahu merr dikan kujdesje është begati dhurata më e madhe. Pastaj kujdesi për pejgamberin, përgatitja për pejgamberit alsam për misionin e shpalljes është përgatitje e cila fillon qysh në veçlinë e tij, atje kur e dërgon Allahu xhaleshan Xhibrilin kur pejgamberi është te fisi Ben Sad dhe nxjerr nga zemra e tij atë, po themi, aksesin ku shejtani mund të ketë akses në zemrën e njerit, atë njollën e shejtanit e kështu me radhë. Pastaj në disa raste gjatë jetës së pejgamberit Allahu e ruan ata kujdeset që të mos e lej të bëj veprime të caktuara të cilat një ditë për ditëve ndoshta gjatë jetës së tij do t'ja përmendin kurreshtë, do t'i thonin se ke qenë kështu edhe ke qenë kështu. Po s'ka pas, domthon, asgjë nga këtu, ka qenë i pastër, ka qenë i po themi i gatshëm për pranimin e shpallës, madje edhe emrin tek populli i tij ka pas El Emin. Kjo përgatitje e pastaj përshkrimi që ka ardhur ku pejgamberi i pakënaqur me gjendjen, nuk ka ditë se ta shpreh pakënaqësinë e tij, sepse s'ka pas shpallje. Nuk ka ditë si të veproj, sepse s'ka pas shpallje. Nuk ka ditë se si t'i kundërshtoj ata, sepse s'ka pas shpallje. Dhe kjo është argument i fuqishëm i pejgamberisë së tij. Përndryshe pejgamberi ka jetuar 40 vjet mesën e popullit. Po domthon ai ka shpreh pakënaqësitë, po në vetveten e tij sepse nuk ka pas model, nuk ka pas mënyrë, nuk ka pas rrugë se si t'i kundërshtoj ata ose si t'u thot aty nëse nuk e keni mirë. Por e ka zgjedhur që të largohet nga ta e të shkojnë në shpellën nga Ari Hira, ku aty të qëndroj në të tëra në një lloj meditimi, në një lloj po themi kërkimi të një diçkaje jashtë asaj që e rrethon, derisa Allahu subhanahu wa taala i zbret shpalljen për ta obligu pastaj me përcjelljen e. Kjo është domthonë e përgatitja paraprake që pejgamberi ja ka bë Allahu subhanahu wa taala për çën i gatshëm për ta bërë shpalljen.